Këtë javë pata një udhëtim me 2 ndalesa, në Rom dhe në Barcelonë. Në Rom, ku u takova me kryeministin e Italisë, Giorgia Meloni, ishte një moment për të bërë një bilanc të ecurisë së projekteve të përbashkëta dhe nga ana tjetër për të konfirmuar përmes kësaj ecurie fazën e re të marrëdhënieve mes dy vendeve tona, sepse Italia ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë, të gjitha qeveritë italiane pa dallim kanë qenë të gatshme dhe gjithmonë të vëmendshme për ta mbështetur Shqipërinë dhe për ta ndihmuar Shqipërinë. Por me qeverinë aktuale të Republikës së Italisë, gjërat kanë shkuar në një nivel tjetër, bashkëpunimi nuk është thjesht një bashkëpunim i cili bazohet tek angazhimi reciprok, në këtë rast sigurisht pjesa më e rëndësishme është ajo e qeverisë italiane për të punuar së bashku, për të qenë vazhdimisht në një rrugë të përbashkët, por mbështetet edhe në një sër projektesh konkrete. Pra, edhe firmosja e marrëveshjes strategjike mes dy qeverive në takimin e mëparshëm të Romës është në të vërtet pasqyra më kuptimplot e faktit se marrëdhënia e cila gjithmonë ka qenë e karakterizuar si strategjike, ka marrë një ngjyrë të re përmes projekteve të bashkëpunimit strategjik. Një bashkëpunim i strukturuar, një bashkëpunim i cili lidhet qoftë me zhvillimin, qoftë me sigurinë. Pas Romës pata një vizitë në Barcelonë ku me ftesë të kryeministrit Pedro Sanchez mora pjesë në tryezën e përbashkët të samitit të quajtur në mbrojtje të demokracisë. Dhe përpara këtij samiti, së bashku me delegacionin, u pritëm me nderim të veçantë nga dhoma e tregtisë Katalonjës, ku pa qartë një nivel krejt i ri i respektit dhe interesimit për Shqipërinë edhe nga biznesi i atij vendi. Një vend emri i cilit jo shumë vite më parë në Spanjë, si Shqipëria, lidhej me paragjykime, sot është kthyer në një nga destinacionet e preferuara të qytetarëve spanjoll, posaçërisht të rinisë spanjolle si destinacion turistik, ndërkohë që marrëdhëniet shtetërore nuk kanë qenë asnjëherë më mirë se sa sot.